dhe vetëm jam mbetej klubet, ishin 2 klube shqiptare në Berlin, që vrapoja herë të njëra, herë të tjera, që të gjej njerëz që thamë, hey, këtu bëhet një aktivitet, se aktivitet na vishin tek zyrat e deputetit. Dhe unë shfrytëzoj ato dhe deputeti kishte mirë kuptim të plotë që unë tisha i lirë në orën e punës të merrja pjesë sepse isha i rebeli që doja gjithësysh. Çdo herë, ama bash çdo herë ka pas për ambasadës serbe në Beograd, serbe në Berlin, që kanë pas delegum, që kur është në majtë të lloj takimesh, debatesh të mdoja në për Berlin, që të provojnë ata një lusin realisht. Ka qenë jashtëzakonisht. Nora, nëse ke diçka për të thënë. Veç një çështje, se shumica nuk e kanë shumë qartë çfarë peripetish ka pas diaspora, din. Neve nuk na kanë leju as me u regjistru në shkollë. Do është mami dhe babi me angazhu avokat, që me na regjistru. Kush i kalon 18 vjetë s'ke pas drejt shkollime. Jo, po ne kemi qenë të mito, në më thonë i kam pas 8 vjetë. Unë vetëm zgjidhe kam pas me lujt futboll, unë kryme nejt azila. Qajo është përgjigja depresionit, ose kur ti si e din si prensash i rëndësishëm shkollime, edhe duesh me luftu. Kjo është një realitet komplet tjetër, prej asaj çfarë. Ta thamë që edhe një fjalit shkurt, për rolin në atë kohë të diasporës tonë, bërgatës tonë, njerëzve që kanë punu. Ne i banëm disa aktivitete falë tyre, se s'kishëm, po thamë, do një përfatësit shtetit tonë, dhe ku gjetëm si puna e Vjollca Hajdar që do të lidhet sot, pas edhe Besa Shahini ka qenë atë kom kujtohet, ka qenë studente e masterit në Grammar School of, nuk e di kjo e harrova emrin, shkolla jashtëzakonisht të njoftën në Berlin, dhe edhe më kanë ndihmu shumë që të bëjmë disa aktivitete në kuadër të Bundestagut. Do ta kaloj tek Shqipja. Shqipe, po më intereson kështu. Hirti School of Governance. Pa ka rëndësia. Shqipe, e kam një pyetje kështu. A duhet që ta ketë obligim diaspora, se këtu po thojmë ku shkon, na jemi ambasadora. Do ta ketë këtë bartë përfaqësimit Kosovës diaspora gjithsesi dhe ti kërkojmë llogarinë. Se a diçka ndodh, kur ka një sukses ne të gjithë identifikohemi edhe jemi proud me ato. Kur nuk ka një sukses, ne e grim me komente kështu nga ma të ndryshmet. A duhet me ndjekë të barë një Kosovar, shqiptari Kosovës që jeton në Zvicër? Mirë kështë qenë mos me ndje, po nuk besoj që është e mundshme. Se kur e kemi lanë vendlindjen tonë, sot gjeneratët që del në diaspor del prej vullnetit për mundësi më të mira. Në kohën e kalume, prej 500 viteve kur kam fillu shqiptarët me lanë vendlindjen e tyne mrapa, gjithmonë jemi dalë prej zorit. Gjithmonë kur del prej zorit, del me të vetmen që ka mundesh me bajt me vete, shpresë edhe barë. Shpresë që të prit një ardhme ma e mirë, barra atë të mirën që e gjenë atje me prunë vendlindje. Kështu që besoj që është shumë vështirë edhe për gjeneratën e tretë që për cilët tani edhe unë me librat kur takona me njerëz të ri, e vrej që edhe ata paka shumë e kanë atë ndjenjen që duhet prapë se prapë mi kthy diçka vendlindjes, sepse e kam pas fatin me u rrit në diasporë, ndoshta edhe mos mi përjetu disa situatat vështira të mërshme që bashkëdhetarët tonë në vendlindje i kanë përjetu. Kështu që edhe sot e kemi atë barë shumë prezente edhe në diasporë. Një pyetje të fundit, sepse pas kanë shku minutat dhe pjesën e pare kemi kry. Cilat janë 2-3 gjërat për cilat ti na thua sot që je krenare për diasporën e Zvicrës? Që të bëjtë ty të ndihesh krenar dhe tu a thua është kështu të gjithve, hapur, zvicranëve dhe kujtdo. Jam shumë krenare, sidomos